do të flasim për ngjarjen e rëndë që ka tronditur jo vetëm qytetin e Durrësit, por të gjithë vendin, ku 2 fëmijë të mjitur u vranë ditën e djeshme në mes të ditës duke luajtur në trotuar. Një makinë mori përpara, autori është arrestuar, një tjetër fëmijë, pra i treti është i plagosur në spital fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Të lënduar mbetën edhe 2 qytetare, pra të afërmeve të fëmijëve që ishin duke i ruajtur, teksa po luanin për fat keq pra në trotuar. Një ngjarje që ka shkaktuar, si u thash edhe pak më lart, reagime të shumta. Fajtori duket se është edhe përtej autorit të ngjarjes. Megjithatë, për situatën ku kemi pritur do të zhvillojmë një bisedë me avokatin, mikun e emisionit ton, Eduard Mullaraj. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Avokat, një ngjarje e rëndë, por duket sikur nuk ka vetëm një autor. Ngjarja e djeshme është një nga ngjarjet që është paralajmëruar kohë përpara, mbasi ky person qarkullonte në këto rrugë me shpejtësi të madhe vazhdimisht dhe i është hequr 2 herë patenta për përdorim të alkoolit ose të lëndë të tjera narkotike. Ky shtetas në këtë rrugë dhe faji kryesor është i policisë, por themi që ngjarja. Ngjarja jo vetëm ka tronditur qytetin e Durrësit, por ka tronditur të gjithë vendin. Pse? Se është humbja e jetës të 2 angjëve të vegjël, të cilët ku mund të lozin ndryshe përveç në trotuar, pasi ne nuk kemi, na mungojnë këndet e lojrave, na mungojnë qendrat sportive që duhet të jenë të shumta në lagje. Janë kuptuar hapësirat e gjelbërta shumë. Por janë eliminuar fare. Pa llogaritur këtu pjesën tjetër pasaj të mbrojtjes të këtyre trotuareve nga bashkia në anë të karagjathave që vendosen në trotuar. Fëmijët e vegjël të cilët duan të kalojnë dhe ata atë kohën e tyre të çmuar për të lozur me njëri tjetrin dhe për të futur në atë botën e tyre si fëmijë, ja u prehu në mes një terrorist, do thosha, i cili nuk mund të quhet drejtues mjeti. Nuk mund të quhet drejtues mjeti sepse mënyra e drejtimit të mjetit në atë vend është jo vetëm e ndaluar, sepse zonë e banuar dhe duhet ecësh me shpejtësi të kontrolluar me 60 ose me 40 km/h, por është një rrugë e cila duhet të kishte tabela sinjalizuese. Këta fëmijë të mitur të cilët u prenë në mes nga ky terrorist është një këmban alarmi për të gjithë institucionet shtetërore tona. Duke filluar nga njësia administrative më e vogël që është në lagjen e Kënetës dhe duke mbaruar pastaj te kryeministria. Pse e them këtë? E them këtë sepse të gjithë në momentin që ndodh ngjarja, të gjithë e përdorin për qëllime politike ose për sensibilizim, por askush nuk merr masat për të ngjarje mjaft të rëndë. Nuk merr masat do të thotë që në atë moment duhet të mblidhej qoftë këshilli bashkiak, qoftë njësia administrative, për të parë dhe për të analizuar pse ndodhi ngjarja. Kjo ngjarje ka qenë kjo avokat me shkarkimet, sepse sot në mëngjes u pezullua gjithë zinxhiri komandues në Durrës nga drejtori i policisë vendore i përgjithshëm deri tek ai rrugores në drejtore tjera e tjera. Pra, zgjidhet kjo me këtë? Shiko, masat që merr shteti, masat administrative janë njëra nga ato dërime, do të thosha, të cilat e shkondin sa të pak policinë. Por korrupsioni vazhdon të jetë shumë i lartë në radhët e policisë. Pse them duhet është i lartë? Sepse ky person i cili 2 herë është ndaluar, 2 herë ka marrë mas për heqje patente dhe 2 herë është rimar patenta, do të thotë që ky
ka një korupcion brenda organeve të policisë, të cilat i ka dhënë patetën. Këtij shtetasi i cili ka qenë i padinj për ta drejtuar mjetin, sepse ky është i përdorues periodik i përdorimit të lëndëve narkotike dhe pijeve alkolike. Do të thosha shkundja e shtetit, sepse po ta marrë si prind, do të thosha është mbyllja e derës. Mbyllja e derës të humbi 2 fëmijë të vegjël që mezi rrit familja, të marrë jetën një person i cili hypë në trotuar. Kjo është një veprim jo vandal e skandalos, por ky është për dhënë ulërimën, sepse nuk ka ku të lozi fëmija. Të gjitha ja kanë privuar fëmijës vogël për të lozur, për të futur në botën e tij dhe për të argëtuar. Nuk ka kënde lojrash. Dhe duke mos patur kënde lojrash, ata detyrohen të lozin në trotuare. Dhe trotuare janë bërë mjaft të rrezikshme sot. Janë bërë mjaft të rrezikshme sepse përveç mjeteve motorike që po hypin, të kubikëve të lartë që po hypin në këto trotuare, ne shohim dhe shumë mjete të tjera, qofshin motorike me kubik vogël, që hypin në trotuare, siç janë edhe biçikletat. Pra, trotuari është për të lëvizur këmbësori, nuk është për të lëvizur asnjë lloj mjeti tjetër. Kjo detyron pastaj këmbësorin që të zbresë në rrugë. Ne nuk kemi asnjë ndëshkim ligjor dhe asnjë edukat morale për të mësuar edhe sinjalistikën. Po shohësh atë rrugë nuk ka asnjë tabelë sinjalistike. Nuk ka asnjë karagjatë anësore. Dhe gjitha këto i kanë dhënë të drejtën aty drejtuesit mjetit që të lëvizin me shpejtësi në atë rrugë që është qendër e banuar. Dhe korupcioni ka të bëjë sepse policia e ditë që ky drejtues mjeti përdor alkool. Dhe nuk e di se biçbaz dhe biçmas është dhënë përsëri dhënia e drejtimit mjetit, patenta, leja e drejtimit këtij të shtetos. Pra i është dhënë leja që ky të bënte një aksident mjaft të rënd, të krijonte një tragjedi të rënd në një familje, që të mbyllte jetën e tij dhe t'i merrej leja e drejtimit dhe mos i jepte i bën. Dhe shkundja e organeve të rendit në këtë mes është e mirë, por nuk e parandalon kjo të gjithë aksidentet ose ngjarjet e rënda që ndodhin në rrugët e vendit tonë. Ne nuk kemi asnjë arkitekt për rrugët, ne nuk kemi asnjë inxhinier rrugësh i cili të studiojë ku duhet të kalojë mjeti i rënd, ku duhet të kalojë mjeti që është autovetur, ku duhet të kalojë këmbësori, ku duhet të kalojë biçikleta. Dhe ne i kemi ndërtuar trotuaret në mënyrë klasike, siç ka qenë një kohë, por jo për të mbrojtur këmbësorin. Ne kemi bërë trotuaret vetëm për të vjedhur njësi administrative për shpërdorim të tyre, po jo për të mbrojtur qytetarin i cili duhet kaloj në këtë trotuar. Pse e them të? Sepse duke mos e mbrojtur qytetarin, këmbësorin i cili kalon në këtë rrugë në mënyrë të detyruar, nuk ka një sinjalistik në atë rrugë. Mungon sinjalistika për këmbësorin. Ka vetëm një në fillim e një në fund. Pa çka pasaj për thënë edhe për fëmijën e tretë që ishte fati i tij, i cili ka shpëtuar dhe ka zbritur në pavion për të marrë trajtim më specializuar, por që kaloi pjesën e para atë të humbjes së jetës. Kjo është një shans i mirë për këtë fëmijë të vogël, por do thosha po t'i rikthemi edhe një herë humbjes së jetës së këtyre dy fëmijëve, analiza duhet bërë e thellë, por duhet bërë përveç e thellë për masa administrative, duhet bërë
dhe për zgjidhje e rrugëve, sepse ne kemi aksidente kudo në rrugë. Rrugët tona janë fatkeqësisht nuk janë të asnjë lloj kategorie që mund t'i kategorizojmë sot duke parë të gjitha Europën. Gjysma e shqiptarëve kanë dalë jashtë shtetit. Kanë parë se si janë. Kur shkojnë atë janë të disiplinuar, po kur vinë këtu është problemi. Sigurisht, kur shkojnë ne i shohim dhe rrugës, shohim dhe sinjalistikat, shohim dhe trotuarët, të cilat tu mungojnë në një mënyrë do të thosha të përgjithshme. Në gjithë rrugët tona nuk kemi asnjë rrugë të një standardi ndërkombëtar. Kemi rrugë për të thënë rrugë ku duhet të kalojë një mjet, po atje ku duhet të kalojë mjet i kalojnë edhe këmbësorët dhe bicikleta dhe motorë e gjitha, dhe kjo kur ndodh ngjarje, pastaj policia vetëm bën një analizë statistike dhe deri këtu mbetemi. Pra, ne na duhen specialist dhe ekspert për sinjalistikën dhe për masat e qarkullimit rrugor të cilët mungojnë këtu. Do thosha, ne nuk kemi arkitekt për rrugët, ku duhet përcaktohet mirë se ku duhet të kalojë bicikleta dhe motori. Dhe gjitha këto sjellin këtë ngjarje dhe pasojë mirë të rënda për gjithë familjet shqiptare ku sot e pati fatin e keq qyteti Durrësit, nesër mund ta ketë fatin e keq i qytet tjetër i këtij vendi që fatkeqësisht akoma nuk po zëvend dhe nuk po kupton që ne po kalojmë drejt një zhvillimi tjetër dhe ky zhvillim i ri kërkon edhe një mentalitet të ri, kërkon edhe një mendësi të re. Ne jemi akoma me mendësitë e vjetra dhe me disa masa administrative të cilat janë dëshkimore për momentin, por të gjitha vënë në vend e tyre pastaj pak më vonë me anë të korrupsionit, me anë të liberalizmit, me anë të mungesës së një legjislacioni do thosha të përcaktuar qartë dhe fortë për sa i përket të gjithë linjës zinxhirit të qarkullimit rrugor, ashtu dhe për këmbësorin, ashtu dhe për drejtuesin e mjetit. Avokat, për të rikthyer edhe një herë tek Bërthama, tek problemi, tek lagja, tek pallati, tek grupi banorëve aty që sipas asaj që deklaruan në media, ata e kishin ngritur këtë shqetësim, madje duke denoncuar dhe me video rastin. Pra, nëse sistemi e kapi këtë zotërin me shkelje, u vendos gjoba, pezullimi, pra pjesë e parë e punës u evidentua, pra nuk është problemi të evidentimit. Ndërkohë që është problemi tek ajo që thatë, pastaj mënyra si është kthyer patenta, tani kemi edhe zërin e qytetarëve që përsëri ankohen, por nuk dëgjohen. Pra i thash përpara që korrupsioni i madh në njësitë administrative lëm mjaft për dëshiruar. Janë vetëm për të vjelur ca taksa, janë vetëm për të vjedhur ca lek për investimet që mund të bëhen në rrugë ose në kanalizime, dhe këtu mbaron misioni i njësive administrative. Kur vemi ke policia pasaj nëpërmjet një rishfeti duke marrë edhe atje niveli i korrupsionit është mjaft i lartë dhe nuk luftohet me ngjarje që mund ndodhi, sepse ngjarja kapi si pasojë kapi atë patrullën që ishte atje dhe e pushoi nga puna, kapi atë inspektorin e qarkullimit që pushoi nga puna, por u bën 2 njerëz të cilat nuk kthehen më. Janë 2 voglush të cilët i dojnë familjet e tyre. Pra ju dojnë zemra tyre. Janë fatkeqësi që ndodhin në shtetet e zhvilluara demokratike, ndodhin shumë pak. Dërsa tek ne janë bërë sikur jemi në gjendje lufte, jo sikur jemi në një shtet demokratik, me një zhvillim demokratik dhe ku duhet ligji të jetë primari për gjithçka. Ne kemi korrupsion këtu në nivel të larta dhe ky korrupsion solli këto fatkeqësi. Aq më tepër tani çfarë ndodh edhe me një prej familjeve, ndjes se u ndërpreva avokat sepse njëri prej fëmijëve nuk i kishte prindit në Shqipëri, sipas po mediave, burimeve mediatike, 2 prindit ishin në Itali, pasi
babai, pra ideali që një prej djemve që humbi jetën, Po. me një sëmundje e rëndë. Pra kush po qëndron edhe afër kësaj familje tani që përfundojnë në këtë gjendje? Shiko, atje ku është pegu i kputur, kuptoj ndodhin edhe tragjedi të tilla. Në një petë të kputur ku gjyshja mbante fëmin, mbante nipin për të arritur, sepse babai ishte me sëmundje të pashërueshme në Itali dhe kishte vajtur për të parë mjekimin, kuptohet që tragjedia shtohet akoma më tepër. Dhimbja shtohet akoma më tepër. Këtu nuk ka më se kush da presin dhe kush da përcjelli mortori nga jo derë. Këtu kryesorja është, ore do të ndërgjegjësohen këta drejtues mjetësh. Këta që hypin në një mjet i cili është vrasës. Si mund të hypësh ti i pirë tap në një mjet dhe jo vetëm cecës me shpejtësi, jo vetëm që e paralajmëruar disa herë për veprim që ke kryer, por tenton dhe largohesh nga vendi i ngjarjes. Kjo është akoma më kriminal. Në vend që të ndihmosh ata që ti i dëmtove, ikën dhe largohesh. Kjo është më e rëndë akoma. Pra kjo tregon edhe më tepër një mungesë kulture dhe mungesë ndërgjegjësimi nga ana e gjithë këtyre drejtuesve të tjetër. Se ai mund të fshejë, pa çka se u kap, ai mund të fshejë dhe përsëri mund të perde lejnë e drejtimit me anë të një korrupsioni duke dhënë një rishfet atje 200.000 lekë ose një çmim tjetër për këtë rishfet. Pra, kjo tragjedi duhet të jetë një kampanë alarmi dhe një analizë e fortë që për ta fëmijët vegjël të ketë kënd e lojrash. Të ketë sa më shumë kënd e lojrash dhe të shtohen kënd e lojrash me qëllim që të jepet mundësia këtyre fëmijëve mos të luajnë në trotuar, por të luajnë në këto kënd e lojrash, të cilat fatkeqësisht tek ne janë reduktuar fare për shkak të një zhvillimi negativ me anë të ndërtimeve informale ose ndërtimeve me leje ndërtimi, me qëllim për edhe ajo është pjesë e korrupsionit. Të japësh leje ndërtimi dhe të mohosh këndet e lojrave për ta fëmijë, dhe ajo është një mungesë zhvillimi e shoqërisë, sepse duke ndërtuar kënde lojrash, ne eliminojmë shumë gjëra për rritjen e këtyre fëmijëve të që duhet rritet të shëndetshëm. Por ne nuk duam rritjen e shëndetshme të këtyre fëmijëve. Këta drejtues të këtyre njësive administrative, po dhe më lartë akoma, të shtetit, kërkojnë që të mbushin xhepat e tyre se pak i kanë mbushur nëpërmjet zhvillimit të ndërtimit, duke eliminuar të gjithë fushat e lira, hapësirat e lira dhe këndet ku duhet luajnë këta fëmijë. Avokat, kam dhe diçka të fundit për atë që e pret tani çfarë thot ligji për autorin, sepse edhe këtu ligji më duket funksionon, ju e dini më mirë, si punë elastikut, nuk është se ka diçka të prerë që ai që bën këtë, po ai harku nga kjo deri kjo fasha e dënimit. Pra kush janë veprat penale dhe marzhi i dënimit për këtë rast? Atëre, ky ka konsumuar disa vepra penale. Vepra e parë penale është drejtimi i mjetit i dheur. E para. E dyta është drejtimi i mjetit duke dalë nga rruga kryesore. Shpejtësia. Dhe katërta është shtypja e fëmijëve të vegjël, pa llogaritur e pesaj që është largimi nga vendi i ngjarjes. Por ky e mbylli jetën e tij. Ky ka një dënim fundamental, është burgim përjetshëm dhe ky nuk del më nga burgu. Sepse dhe dënimi që do marri është burgim i përjetshëm, sepse ndruan në jetë 2 fëmijë të vegjël.
të cilët nuk ishin në rrugën ku duhet të qarkullonte mjeti, por ishin trotuar. Pra Ky për devijoi. faktin që sistemi nuk funksionoi, për fat keq sot 2 fëmijë janë në dhe, edhe njërin me taksat tona ne do ta paguajmë, pra që të kalojë Patjetër, në dënim patjetër. përjetshëm. Pra ky kalon burgim përjetshëm. Nuk ka fat tjetër ky. Por duhet paguaj jeta e 2 fëmijëve të mbitur, 2 ëngjëve që të merrte ky burgim përjetshëm dhe të shpëtonte të gjithë zonës atje, që lëvizte me një shpejtësi maramëndse atje. Duke uruar që ngjarje të tilla të mos kemi më dhe gjithë ajo analizë e saktë e qartë e ftohtë që avokat të bët për këtë rast se ku qëndrojnë problemet duke i evidentuar edhe nxjerrë në pa, uroj që institucionet t'i dëgjojnë për t'i shmangur në të ardhmen ngjarje të tilla. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe uroj që herë tjetër dëgjojmë për lajme pozitive, jo drama të tilla në familjet shqiptare dhe tragjedi që i kanë prekur të gjithë. Faleminderit ju.